إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلندرم الله عز وجل أتى فلندرم بريتي فالي ذنديم كركويم صلوات يا برسيلي محمد صلى الله عليه وسلم familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, do të përkujtojmë inshallah taala për një temë e cila është e rëndësishme në fenë e Allahut Azza wa Jall, ajo është virtytet e moralit të turpit. Virtytet e moralit të turpit. Më të vërtet, fe innal hayaa huwa khuluqul islam, më të vërtet turpi është nga moralet e islamit. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم thot pejgamberi alayhi salatu wassalam inna li kulli dinin khuluqa, më të vërtet çdo din, çdo fe e ka një moral të veçantë, wa khuluqul islami al haya, ndërsa feja islame e ka këtë moral të veçantë, pra turpin. Al haya'u sifatun min sifati Allahi azza wa jall, pra turpi është një cilësi prej cilësive të Allahut azza wa jall, allati taliqu bi jalalihi, çka i përket madhështisë së Allahut azza wa jall. An Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal inna Allaha hayyun karim, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, më të vërtet Allahu azza wa jall është i turpshëm dhe bujar. يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. Turpërohet thot Allahu azza wa jall, turpërohet thot kur një njeri ngrit dur dhe i kërkon Allahu xhalla xhelalu diçka që t'ja kthen atij pra zero, që t'ja kthen atij pa kur gjë hiç, i dëshpruar. Thot Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa amma haya'u rabbi ta'ala min 'abdihi fadhaka naw'un akhar, përsa i përket apo kupton këtij lloj turpi që Allahu azza wa jall turpërohet nga robi i tij është një lloj çka nuk mundet pra të kuptuarit njerëzor me perceptue, wala tukayyifuhu al-uqul fa innahu haya'un karam wa bar wa jud wa jalal. Kjo buron nga bujaria e Allahut, mirësia, dhurimi dhe madhështia e Allahut jalla fi ula. Wal haya'u shari'atu jami'il anbiya. Turpi është gjithashtu ka qenë në shariatet e lavdruar e gjithë pejgamberëve të Allahut azza wa jall. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, më të vërtet njerëzit çka kanë mujt me zon nga këshillat e pejgamberëve të mëhershëm është edhe kjo fjalë, pra nëse nuk ke turp, ban çfarë të duash. Pra turpi është një mas preventive dhe mburoj e besimtarit e njeriut mes tij dhe çdo seni të keq, çdo vepre dhe fjalët të shumtuar. Wal haya'u min al akhlaq allati kanat tu'rafu fi al jahiliyya. Gjithashtu turpi të nderuar ka qenë lavdruar dhe e njohur edhe në kohën e ignorancës. Derisa në ka ardhur në Sahih al-Bukhari fi qissati Abi Sufyan rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu, ka në tregimin e Abu Sufjanit atëherë kur nuk ishte hala musliman dhe ishte te Herakli. Tamam, dhe atje kur e ban një debat muslimanët para atij mbreti
dhe Ebu Sufjani, i cili ishte nga paria e Mekkës, a i pyti për pejgamberin alayhi salatu wassalam, ndërsa Ebu Sufjani thot nuk kam mundur asnjë fjalë me rend nga e vërteta. Pse? Që mos cilësona unë para botës dhe para popullit tim si gënjeshtar. Në kohën e xhailjetit, mushrik deri në fyt, ndërsa e kishte derë që mos cilësona si gënjeshtar para popullit tim. Pra, turpi ka qenë një cilësi dhe një virtyt i lartë gjatë gjithë kohës në tërë rrezullin toksor të nderuar. Wal haya'u khuluqul anbiya'i wal malaikatu al asfiya. Gjithashtu turpi është një moral i pejgamberëve, i gjithë pejgamberëve dhe melekëve të Allahut azza wa jall. Faqad ittasafa bihi Musa alayhi salam kama qala an-nabiy alayhi salatu wassalam. Me këtë moral o cilësua dhe Musa alayhi salatu wassalam, ku tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna Musa kana rajulan hayyan sitira. Musa më të vërtet ka qenë shumë i turpshëm, e cili e ruante dhe mbulonte vetveten e tij. La yura min jildihi shay'un istihya'an min. Nuk është pa nga trupi i tij asgjë, duke u turpruar. Waqad kana nabiu sallallahu alaihi wasallam mathalul a'la fil haya. Dërsa pejgamberi alayhi salatu wasallam ishte shëmbëltira më e madhe edhe në këtë virtyt, pra në virtytin e turpit. Fi sahihayn an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Në dy sahihat thot ky sahabi ndeshëm, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kana nabiu alayhi salatu wasallam ashad haya'an min al-'adra fi khidriha. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot ishte më i turpshëm se sa virgjiresha në dhomën e saj. Fa idha ra'a shay'an yakrahuhu arafnahu fi wajhi. Kur e urrente një gjë, thot na thot e vreshmi në fytyrën e tij. Wa tasafa bihi al-malaikatu al-kiram. Gjithashtu edhe melekët janë cilësuar me këtë virtyt. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaika. A nuk duhet unë që të turprohem para një personi, para Uthmanit, para radhiyallahu anhu, prej të cilit me lajket të kanë turp. Wal haya'u shu'batun min shu'abil iman. Gjithashtu thot turbi është një pjesë e imanit, është prej imanit. ففي صحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة. Thot imani më të vërtet është 70 e diçka pjesë, ose 60 e diçka pjesë. فأعلاها أو أفضلها لا إله إلا الله. ما e larta dhe ma e mira është fjala la ilaha illa Allah. فأدناها إماطة الأذى عن الطريق. Ndërsa ma ulta shkalla, ma ulta imanit është me largu një pengesë nga rruga. Dhe ka thonë dhe wal haya'u shu'batun min shu'abil iman. Ndërsa thot turpi është një pjesë prej pjesëve të imanit. Kjo pra është për sa i përket vlerës. وفي صحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياة. Pejgamberi alayhi salatu wasalam një ditë prej ditëve kaloi pranë një njeriu i cili e çortonte vllahun e tij për sa i përket turpit të madh. Dhe i thonte se ti ke shumë turp dhe ky turp i madh ti po të dëmton në çështjet e tua të jetës. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha da'hu, thot leje thot atë. Fa inna al-haya'a min al-iman. Po shkak se turpi është prej imanit. Që do të thot, pra nuk e çon vetëm se në punë të hajrit. Dhe nuk e ndalon vetëm sa nga punë të këqija. Dhe imani të shtypjen në xhenetin e Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam inna al-haya'a wal imana qurana jami'an fa idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam që hadith është shumë i rëndësishëm, thot turpi dhe imani thot janë bashkë. Nëse njëra thot largohet edhe tjetra. Yadhan billah, rawahu al-Albani fi takhrij miskat al-masabih. A thu vallë cilët janë disa shkaqe të nderuar që kanë ndikuar në largimin dhe ngritjen e moralit edhe e virtytit të turpit nga ummeti i pejgamberit alayhis salatu wassalam, apo nga njerëzit në përgjithësi. E para prej tyre është të nderuar al-mujaharatu bidh-dhunubi wal-ma'asi wa adam al-khawf min Allah ta'ala. Bërja e mëkateve dhe gjunave haptas. Edhe mos frikën ndaj Allahu xhalla fi ula. Kur janë se njeriu mos me pas dert me bë mëkatimit, ngritet morali, ngritet pra kush marrja. E marrja është ajo shtylla mbrojtëse e një njeriu apo një familje apo një populli e cila e mbron për mos me rënë vepra të shumtuara. Thot Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë:
Kullu ummeti muafen illa al-mujahirin. Gjithë ummeti mos i falur përveç atyre paraqitësve të mëkateve. Wa inna min al-mujaharati an ya'mal ar-rajulu bil-layli 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allah. Dhe prej paraqitjes së mëkatimit është që një person të bën mëkatim natën, ndërsa Allahu ja ka mbulu. E ki pasi që Allah ja ka mbulu qotët nesër dhe ju tregon shokëve të tij se unë kështu bëra dhe kështu bëra. Thotë largoj mbulesën e Allahu xhelle xhelalu mbi te. Allahu dashi jam mbulu, ndërsa ai ja zbuloi thot vetvetes. Dhe kjo është ndër shkaqe të nderuar kur njeriu nis dhe nuk e ka dert për mëkatim ndaj Allahut fillimisht dhe largohet frika e Allahut xhelle xhelal nga zemra, dije se apo tonë është larguar turpi nga ai yadhan billah. Gjithashtu el-fuhshu fil kalam, fjalët e këqija kur prishet të folurit e njeriu, yadhan billah. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, ay Aisha inna sharra an-nasi manzilatan 'inda Allahi man tarakahu aw wada'ahu an-nasu ittiqa'a fuhshi. Thot ndër njerëzit më të këqij në pozitë Allahu azza wa jalla janë ata të cilët njerëzit largohen nga ai për shkak se është shumë i ndyt kur të fol. Yadhan billah. Yadhan billah. Gjithashtu apo kupton tashabbuhu an-nisa'i bir-rijal wa tashabbuhu ar-rijali bin-nisa'. Gjithashtu është përngjasimi i grave me burrat dhe i burrave me gratë. Dhe kjo një veprim, një dukuri, apo kupton e cila e ngrit dhe ndikon në ngritjen dhe heqjen dhe largimin e turpit nga njerëzit. Gjithashtu lepsil melabis ad-dayiqa al-lasiqa. Gjithashtu është edhe veshja e teshave të ngushta dhe të çkyme, yadhan billah. Çka kjo dukuri është prezent në mesin e muslimanëve, jo në mesin e njerëzve, në mesin e muslimanëve. Në mesin e atyre të cilët Allahu azza wa jall ka zbrit Kurani Kerimin dhe ai është prezent. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe mësimet e tij janë prezent mesin ton. Mirë pa ato janë të lënë anash. Dhe sikur që nuk na interesojnë këto fare. Gjithashtu, nga shkaqet e ngritjes se turpit nga ne është edhe tabarrujun nisa, gjveshja e grave dhe khurujuhun nakasiyatun ariyat, edhe dalja të zbuluara nga shtëpitë e tyre. An Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد. Do të ketë burra thot ditën e kiametit, afër ditës së kiametit njerëz, që do të vinë afër, para mendoj ka cilësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ato do të vinë në xhami. Ndërsa gratë e tyre dhe familjet e tyre aputon, ju dalin nga shtëpitë e tyre, ju dalin aputon te veshra por të zhveshura në realitet sipas kanarit të shariatit të Allah subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu kathratu khuruj al-mar'at min al-bayt, dalja e grave nga shtëpia, dhe me thonë pa nevojë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna al-mar'ata 'awra fa idha kharajat istashrafaha ash-shaytan. Më të vërtetë thot gruaja është avret. Dhe kur del thot ajo thot një shejtan i veçanta pas stafat thot, pra e zbukuron ata dhe e ban fitnë për burrët. Për ata dhe është ndaluar të nderuar sipas edukatës së fesë Allahut azza wa jalla, pse sot çdo këshill, çdo rekomandim, çdo udhëzim fetar është bën gharib, është bën e huaj, edhe në mes të muslimanëve. Edhe në mes të muslimanëve shoqërisë islame është bën e huaj. Na flasmi ka thon Allah, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo njeri nga ne apo shumica nga ne apo disa nga ne, zemra e jo nuk e pranon iyadhan billah, sikur që u bë guri ndaj këshillave të Allahut xhalla fi ula. Por ne do të vazhdojmë dhe ta them të vërtetën të nderuar. Por shkak se ne jemi të urdhëruar për ta thonë atë e pranoj apo kush nuk e pranoj dikush. Sistemet e njerëzve apo tonë dhe gjendjet e njerëzve ndrojnë. Fe Allah azza xhel nuk ndron, nuk ndryshon. Gjendja për të cilën na duke jetuar ne, kjo është një mashtrim i kësaj bote. Një mashtrim të nderuar. Që nuk ka realiteti kjo. Realiteti është ajo që Allahu azza wa xhel ka urdhëruar në librin e tij dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam. Edhe na duhet kthyer aty pra, edhe jo me ju nështrua çdo rregullore, çdo servimi që ka vjen për të shregulluar moralin e njerëzve dhe besimin e tyre. Gjithashtu guton dalja e grave, gjithashtu te parfumosura. Të parfumo kjo ndaluar në fenë Allah subhanahu wa ta'ala.
Gjithashtu prej shkaqeve të ngritjes së turpit nga njeriu është edhe uququl walidain, mos respektimi i prindërve. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam një hadith e vërtet, el kabairu el ishraku billahi wa uququl walidain. Prej mëkateve të mëdha është mi bë shirk Allahut azza wa jall, edhe çka mos me respektu, thot prindrit. Për shkak se Allah azza wa jall shumë ajete ka urdhëruar wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allahu ka urdhëruar dhe ka bën wajib që të mos ta adhurohet kush tjetër pos Allahut azza wa jall, edhe prindrit, pra me prindrit të sillnu mirë. Gjithashtu Ademu i xhlali dhe i shejbetil kabir. Gjithashtu është mos respektimi i të vjetërve. Mos respektimi i burrave të cilët kanë thinja. Por ata thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna min ijlalillahi ikramu dhi shejbetil muslim. Dërsa thot prej nderit Allahut azza wa jall është me nderu edhe të vjetrin i cili është i mushur me thinja. Pra të nderuar, lutim Allahun azza wa jall që Allahu xhalla xhelalu wa xhalla shanu të na vetëdison dhe të na zbukuron pra me këtë moral të lartë. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, Allahu azza wa jall e regjistroi pra dhe përjetësoi përmendjen e një gruaje në Kur'an i Kerim, ku nëpërmes këtij ajeti bon të adhurim deri në ditën e Kiametit. Një grua e cila nuk ishte pra pejgambere, për shkak se s'ka pejgambere. Një grua e rëndomt, por ishte me këtë virtyt e lartë. Vajzat e shabi sipas transmetimeve të ndryshme. Allahu azza wa jall tha fajaatu ihdahuma tamshi ala istihya. Kur e urdhoi babait i tij me shku me thirr Musa alayhi salatu wassalam, me pa këtë burr të ndershëm, por shkak se ishte i denj për ta afruar te shtëpia e tij dhe për të shërbyer atij, tha kishte cilësi të lartë, tha ishte i turpshëm dhe i moralshëm. Tha shko tha thirrë. Tha Allah azza wa jall e regjistroi ecjen e kësaj gruaje, kësaj vajze, e regjistroi në Kur'an i Kerim, tha ajo ecë tha me turp. Dhe kur shkoi atje tha, i tha vetëm fjalët e duhura dhe të nevojshme Musa alayhi salatu wassalam. Pra e para, Allah ka cilësuar ecjen e saj me ecje të turpshme dhe të njëjtën kohë prej turpit gjithashtu edhe edukatës është edhe mënyra e të folmës, pra me fol, atë sa është e nevojshme me burrat e huaj. Çka e bëri këtë grua të regjistruar në Kur'an i Kerim? Ky vërtet i lartë pra të nderuar. Lum ai dhe ajo e cila është e zbukuruar me këtë cilësi. Lum ai dhe ajo e cila Allahu azza wa jall ja ka dhënë këtë cilësia, kupton, ai në taman dhe në ta uji të nderuar, për shkak se ka mi bë dobi në dunjë dhe në ahiret. Gjithashtu një shembull tjetër për sa i përket moralit të lartë, pra Aisha radhiyallahu ta'ala anha, bintu Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Pra Aisha radhiyallahu anha thot, kur ishte i vorosur në shtëpinë time pejgamberi alayhis salam, pra burri im dhe baba im Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu shkosh në thot te vorri për të vizituar ata, thot e mbuluar normal. Ndërsa thot kur vdiq Omeri radhiyallahu anhu dhe ishte i vorosur aty, thot unë nuk hisha aty vetëm se e mbuluar fort, sikur të ishte gjallë. Nga marrja dhe turpi që ka e kisha nga Omeri edhe përse vdekuri. Nga marrja dhe turpi prej Omerit radhiyallahu ta'ala anhu përse vdekuri. Kjo ishte bashortja e pejgamberit alayhis salatu wassalam, shembulltira më e lartë për sa i përket këtij vërtyti. Gjithashtu edhe nga sahabesha të nderuar. Mund të thotë dikush se kjo gruaja e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Kështu ishin sahabët e pejgamberit sa gjithë. Për shkak se ishin të edukuar në durrët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pra një grua thot, Ata ibn Abi Rabaha, thot qala li ibn Abbas, thot më ka thonë ibn Abbas një ditë prej ditëve, ala urike mra'atan min ahli al-janna, a do me tregu thot për një grua e cila është nga banorët e xhennetit? Për një grua e cila është nga banorët e xhennetit? Qultu bala, thash po. Hadhihi al-mar'atu as-sauda, thot kjo është një grua me ngjyrë, pra e zezë. Atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalet inni usra'. Tha kjo një ditë prej ditëve, kjo grua shkoi te pejgamberi alayhis salatu wasallam dhe i tha ja Rasulullah. Thot unë bie në krizë epileptike, pra a kone sprovuar me smujën e epilepsisë.
Lutë Allahun xhelle xhelalu o xhelle shanuhu, lutë Allahun për mua. Për shkak se kur më kap kjo smuj, do të ne bi dhe po zbulona. Zbulo trupi. Lutë Allahun azza wa jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Tha po e lusë Allahun xhelle xhelaluhu, ose tha nëse don thot ban sabër edhe për ti në xheneti Allah subhanahu wa taala. Kjo zgjodhi pra për mua tha ja Rasulullah, pe zgjidh xhenetin, ama me një kusht. Tha lutë Allahun pra që mos zbulona. Lutë Allahun po baj sabër për sa i përket smujës. Po shkak se sot njerëzit më dirtë kanë edhe më shumë ju pengon gjendja fizike pra mos jemi smutune. Se qysh apo kupton çfarë gjendje an hidhrim të Allahut xhelle xhelalu apo jo kjo pak punë, me rasti u të jem mirë, i shëndetshëm, e shëndetshme, kjo në rregull. Mirë, po fillimisht njeriu dhe besimtari ka dirt si është te Allahu subhanahu wa taala. Pra kjo e zgjedhi sprovën ani në këmbim të xhenetit të Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po çka? Lutë Allahun që pra mos zbulo trupi. Dhe pse ishte në moshëshir, me smuje, e arsjetuar, megjithatë kishte dert që mos zbulo trupi i tij. Pra lutim Allahun xhelle fi ula që Allahu azza wa jalla të zbukuron me këtë virtyt të lartë. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.